E fundit, por jo për nga rëndësia, shtylla e 6, nxitja e formimit të shoqërive të bashkëpunimit bujqësor dhe strukturave të ekonomisë sociale. Tani një ndër problemet kryesore me të cilin përballen fermerët sot është pikërisht coptimi i tokës bujqësore nëpër ngastrat të cilat nuk janë rentabël në treg nga raporti i kostos së prodhimit bujqësor me fitimin. Sa përmendam sipër, pra standardet të cilat synojmë të arrijmë duhet të jenë të përballueshme për prodhuesit e vegjël. Pra për ata fermerë, kapaciteti individual i të cilëve nuk është i mjaftueshëm në arritjen e objektivave fitimprurse dhe bashkëpunimi me fermerët e tjerë mbi baza vullnetare, po e nënvizojmë mbi baza vullnetare, rezulton në përfitime të prekshme për të gjithë. Kjo gjithashtu duke thënë nuk është ndonjë shpikje shqiptare as jehone kohës së shkuar, sepse për efektshmërinë e shoqatave bashkëpunimit bujqësor, mjafton të përmend se Bashkimi Evropian SBB përfaqësojnë mbi 50% të ofertës për inpute bujqësore dhe mbi 60% të ofertës së grumbullimit, përpunimit dhe marketingut të produkteve bujqësore. Ndërmasat konkrete që duhet të ndërmarrë janë një kuadër i ri ligjor dhe fiskal për nxitjen e formimit të SBB-ve. Aktualisht tantimi mbi fitimin për SBB është 5%, kurse fermerët e veçuar me xhiro deri në 10 milion lekë në vit e kanë 0%. Pra kjo qasje nuk e nxit formimin e tyre. Strukturat kolektive duhet kishin lehtësira fiskale shtesë. Gjithashtu subvencione vetëm për projekte të bashkuara, mbështetje teknike dhe menaxheriale nga shteti. Vizioni që parashtrova nuk mund realizohet kurse nga një parti në pushtet e cila e ka lënë të kalben hambarët e bujqësisë shqiptare si zona e Myzeqes dhe Korçës, nga një parti e cila edhe aty ku banorët kultivojnë produkte bujqësore elektorale u rrëmben ujin për t'ia dhënë hidrocentraleve të mijëve të kryeministrit, si në fshatrat e Kurdarisë, të Mardaneshit e të Lumit Vlorës, nga një parti e cila tokat bujqësore dhe kullotat e gjedhve po i zapton me panelet diellore të Belinda Ballukut, si në zonën e Maliqit, të Taçit në Sipër e në fshatrat e Fierit. Ne Lëvizja Bashkë jemi në krah të fermerëve shqiptar për rimëkëmbjen e bujqësisë në vend përmes subvencioneve shtetërore dhe atyre ndërkombëtare, por më parë ky vend duhet heq qafe hajdutët. Faleminderit.